Juglindja e Shqipërisë ka qenë një nga destinacionet më të kërkuara turistike edhe gjatë sezonit dimëror. Turistë të shumë vendase dhe të huaj kanë zgjedhur të kalojnë fundjavat në zonat malore të kësaj treve, veçanërisht në fshatra turistik të Dardhës dhe Voskopojës, kryesisht në ditët kur rreshjet e dëborës krijuan një atmosferë të veçantë dimërore. Në Dardhë, një nga atraksionet kryesore mbetet pista e skive, e cila këtë sezon është frekuentuar nga një numër i madh vizitorësh. Vetë administratori tregon se gjatë gjithë sezonit dimëror pista ka pritur jo vetëm turist vendas, por edhe të huaj të apasionuar pas sporteve të dëborës. Sezoni këtë vit që një sezon i shkurtër, numri i turistave ka qenë shumë më i lartë nga viti i kaluar. Numri më i madh i turistave kanë qenë në vendas nga e gjithë Shqipëria, por kishte edhe indianë, kishte pjesën më të madhe nga Azia. Ishte një fluks me të vërtet shumë i madh. Turizmi ishte në nivele të larta, ne jemi të kënaqur me këtë numër të madh të turistave dhe për këtë arsye mendojmë që të bëjmë dhe investime akoma më të mëdha. Edhe Voskopoja, sipas operatorëve turistik, ka qenë një tjetër pikë e preferuar për turistët, edhe pse numri i tyre në këtë fshatë është në rënje. Si çdo vit, për Krishtlindjen dhe për Vitin e Ri, kishte fluks siç kemi çdo vit dhe zakonisht fluks në Voskopoj ka vetëm në fundjavë. Kur ka rreshje të borë, ka detyrimisht më shumë turistë, pasi turistët duan të borë. Po ka rënë pak fluksi, ka rënë, krahasim me vitet e tjera. Ndërkohë, gjatë sezonit dimëror, hotelet dhe bujtinat në qytetin e Korçës kanë pritur një numër të madh turistësh vendas dhe të huaj, sipas përllogëritjeve minimale, vetëm në periudhën 23 dhjetor deri më 3 janar, të ardhurat nga turizmi në qytet kanë arritur mbi 2.5 milion euro, duke konfirmuar edhe një herë rolin e rëndësishëm të turizmit dimëror në ekonominë e zonës.